ata që kanë pasur mundësin, sepse dëshirën nuk e kemi, por kujt i ka rënë rruga nga Beogradi, mund të kenë parë aty në mes është një shqiptar me plis në kokë edhe me një shpat në dorë dhe me një shqiponjë. Kjo që nxorëm tani? Pikërisht, faleminderit. Kjo është Kopili? Është në Kalimantan, në fakt. Thuhet, ka një kundërshtim me dy Dyrham aty me Robert Elsin. Elsi thot që është Mirosh Kopili ose Milosh Kopili. Dyrham thot që mund tjetë Jani Kondo, por gjithsesi shqiptar që të dy. O Mirosh Kopili o Jani Kondo? Ose Jani Kondo. Milosh Kopili 636 vjetë më parë në betejën e Fushkësovës 1389, ku në aleansë midis Gjon Balqës së dytë, Teodor Muzakës Beratit, Gjon Kastriotit, Tijatit të Gjergj Kastriotit, dhe princit Lazar u përballën me forcat otomane të Sultan Muratit. Dhe ishte Miloshi pikërisht që shkoi deri në çadrën e tij dhe e vrau Sultan Muratin. Sultan Muratin e parë? Të parin. Po. Tani, princit Lazar Po të betejë fituan Turqin. Po, Princi Lazar e humbi betejën. Po mi pse, më falë, të luta. Princi Lazar, më ke prekur një nga... Ta sjaroj, ta sjaroj. Po, pa tjetër. Se nuk e di pyetja të kisha mëseron. Në di që e ke si... e ke të shenjë që mos të presin, po më të gjithë. Jo, të lutem. Ate, gjithmonë kanë bërë pyetjen, sepse kjo ka qenë një aleancë kristiane, dhe gjithmonë kjo betejë, do në kristianë aty ka qenë Lazari, ka qenë Balqat shqiptare, ka qenë Kastriotit. Ishtë 20.000 kundër 20.000 forcat otomane. Një sekundë, dhe më gjithmonë serbët në historinë e tyre, dhe jo dhe të tyre, po dhe në ato që bota një për tyre, thonë që është lufta që ushtria serbe u mund nga Sultan Murati, pra nga Turqit, dhe i qajnë atë betejë. Ndërkohë që princat shqiptarë që kanë qenë aty pjesë e kësaj aleancë nuk përbonden fare. Teodor Muzaka u vras, bashkë me 4.000 ushtarë të vetë. Ushtria parë që nuk e di pse ne e mohojmë të gjithë. Shiko, ne e mohojmë sepse gjatë shumë viteve Akademia jonë ka qenë e blerë, ashtu si shumë fjalë të Shqipes ne akordojmë serbishtes ose turqishtes, dhe tashi vitet e fundit ka filluar rizgjimi i ndjenjës kombëtare shqiptare. Gjithsesi, Princi Lazar, të cilit kërkon të ngjaj Aleksandri, po Aleksandri haron ky Vučići që leka i madh, nënën Olimpian ishte vine nga Piro i Epirit që të fitonte betejat. Aleksandri nga nënën s'ka lidhje me Epirin, as me shqiptarët, as me Azia. Kështu nuk ka që fiton ky Vučići. Ne po ta shikonin fotografi kështu, ke pasur kushim në të vegjël që luanin futboll, ishin ca çuna mamaje, kështu që priteshin me bukë me gjatë. Ka përcjellë shumë shpejt. Ka përcjellë direkt sepse Princi Lazari e humbi luftën. Dhe këto që thot Vučići janë, këto janë çuditëra, këto janë ëndra në diell, jo kemi armë sekrete, jo asgjë s'ka. Këto janë çuditëra, budallje. Të sulmoj Vučići, çfarë do të sulmoj, do e humbi luftën. Pse? Do e humbi si Princi Lazari. E vetmja gjë që mbahet mend është Milosh Kopili që vrau Sultan Muratin. Pra, në udhëheqjen e Princit Lazar, lufta, beteja u humb.